Bukë du shtjetë. Klodian, zotë jep. Puna. Kjo nuk është punë. Ajo s'është puna. Të pa mundohem të shpjegoj. Ajo s'është puna. Po pse s'më ta shpjegoj? Po jo, nuk ta shpjegoj. Turpë të madh, shpjegoja është 70 milionë euro dhe nuk ka incinerator Shqipëria, ore. Nuk po jeshim vetë ky. Që t'jeni qartë ju, parat e dhëna dhe nuk ja kemi dhënë parat që i takojnë për punimit për këtij impjanti të mbetjeve në Tiranë, sepse ja kemi ndërprerë për shkak të pandemisë. Ja kemi ndërprerë. Ka marrë. Ja, jo, nuk ka marrë ato që takojnë, ka marrë shumë pak në raport me ato që takojnë. Dhe kush janë parat që i takojnë? Prapë do marrin? Çfarë bën? Ne vazhdon tani. Sigurisht llogaritari kooperativës. Po shkruar më 3 minuta kam. Se më shkatrova me ato që thuaj. I jep para gjysmë do shkatroj. Do durosh. Kryetari i kooperativës. Unë i nervozuar, jam pasionant. Po se jemi të afër dhe sepse unë jam pasionant. Dhe unë këtë vend do ta pastroj. Ky koncesionari juaj ka bërë një ndërtim atë ku duhet bënte? Po shikoj. Si e ka kontratën me ju koncesionari që do marrë